Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është shumë i zhgënjur nga Vladimir Putin, duke vënë në dyshim nëse marrëveshja e ngushtë kishte më parë ka mbetur e njëjtë. Në një prononcim për mediat amerikane ai u shpreh se pavarësisht komunikimeve të dikurshme, nuk kupton arsyen pse lufta në Ukrainë nuk është ndalur ende. Jam shumë i zhgënjur sepse unë dhe Vladimiri kishim një marrëdhënie shumë të mirë dhe ndoshta ende e kemi, nuk kuptoj pse kjo luftë vazhdon, deklaroi Trump. Presidenti amerikan konfirmoi se të premten do të pres në shtëpinë e bardhë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në takimin e tretë mes tyre që për rikthimit të Trump në detyrë në fillim të vitit. Ai e cilësoi takimin si interesant dhe theksoi se do të diskutohet për mënyrat e forcimit të mbrojtjes së Kievit. Në vijim të deklaratës, Trump ju referua te kërkesave të përsëritura të Zelenskit për furnizimin me raketa Tomahawk dhe ju përgjigj me një ton ironik. Zelenski dëshiron Tomahawk, ne kemi me bollok. Duke përshkruar luftën e Ukrainës si të tmerrshme, Trump pretendoi se Rusia ka pasur humbje të mëdha njerëzore, rreth 1,5 milion ushtar të vrarë dhe të plagosur, dhe akuzoi Putinin për mungesën e vullnetit për t'i dhënë fund konfliktit. Putini nuk tregon asnjë shenjë për të ndalur luftën, dhe kjo lë një përshtypje shumë të keqe, shtoi ai. Deklaratat e presidentit amerikan vijojnë në një kohë kur tensionet midis Moskës dhe Kievit mbeten të larta, ndërsa Washingtoni po shërton dërgesat e reja të ndihmave ushtarake në Ukrainë dhe po vlerëson rolin e diplomacisë në përpjekjet për paqen.